Faton, të ndalim pak në aspektin personal të ndin pas më shumë se 11 viteve ndërprerjen e bashkëpunimin me Federatën e Futbollit të Maqedonisë së Veriut, nuk jeni më zëdhënësi. U drejtoni sponsor dhe ika. Kjo ishte arsye? Shaka. Mirë, çdo fillim ka edhe një mbarim, çdo start ka një fund. Unë duhet të shikoj në këndvështrimin pozitiv, besoj që ashtu si thash për drejtonin, ke përgjegjësi prapa vetes barë, nuk është se ik vetë përgjegjësisë dhe besoj që kam bërë një punë të mirë. Mirënjohës pafund për ata që në vitin 2013, sepse proceset nuk bëhen vetë, siç e përsëritëm disa herë gjatë emisionit, drejtuesit e atëhershëm, kjo punë u nis nga Qinan Idrizi, ishë nënkryetari i Federatës Futbollit Maqedonisë. Unë i ndjeri Axha Enver Sulejmani, që ka qenë një shtytus i madh që unë bëhem, unë se dija, sepse kur s'jam marrë me politikë dhe nuk kam bërë favore në aspekt të ndikimit. Për herë të parë zëdhënës shqiptar në Federatë Futbollit Maqedonisë, krah Maqedonasit të kjo dhe më ra hisja mua. Nga atëherë deri sot, t'i bi ma shkurt, sepse nuk është një emision i dedikuar për mua, mbase do ma bësh ndonjëherë, uroj sa t'jem gjallë, mos e bësh post-mortem. Jam munduar me mishë me shpirt, t'jem zëri, jo vetëm i shqiptarëve, por i futbollit, të jem ambasador i kombit tim më të mirë në botë, të gjindem gazetarëve në nevojat dhe mbështetjen e tyre për shtuar numrin në gjithë ato pjesës shoqëruese, informacione, udhëtime, të jem mbështetje për futbollistët shqiptar, sepse ti je, ne i themi zëdhënës, por prej kur gjërat ndryshuan dhe ne fituam aty pushtet, zyra për marrëdhënie me publik, domethënë futet PR-i, futet marketingi, futet gjëra, është shumë më shumë se sa zëdhënës, në farë mënyrë është një drejtori e marrëdhënies me publik dhe me palë. Besoj që kam bërë mirë, dëgjoj njerëz që më komplimentojnë, tash unë prej në vitin 2022 kur ktheva në Shkëndi, e kisha prerë kokën që hoqa vendimin që kisha në Federatë Futbollit Maqedonisë, pavarësisht që për momentin fliten shumë gjëra, dua të kaloj dhe të jem me kontratë në vepër, sepse një ditë kur do vinë ndryshimet, unë nuk punoj me një njeri që mund të mos më njoh, nuk ka. Shtator 2013, konferenca e parë zyrtare e një shqiptari në Federatën e Futbollit të Maqedonisë është... Sa e ri, more, a drejton? Shife? Jo, kam qenë i vogël, tash jam i ri. Shiko, interesante, që është ironia, Aziz? Maqedoni Wales janë përballur, jam me Çede Janevski këtu në konferencën për Shqip në Aleksandr. E nisëm me Wales se përfundojsh. Se përfundoj unë, ja. Ideja ime, Aziz, është që vinë njerëz të ri, me ide të reja, është futur drejtoni dhe nuk e ka patjetër të vazhdoj me Fatonin, sepse i beson më shumë Azizit. Asnjë hatërmbetje, përveç mua më dhembin, tashme nuk është dhimbje sepse mund të bëjqivin, shpifje, të shpifësh, të nxjerrësh gjërat që s'janë këto por ndryshe, unë me gjithë jam mik, ka përfunduar një epokë, i gëzohem hyrjes së sponsorit të ri dhe uroj që sukseset që janë bërë këto vite, ne jemi krenar me gjitha që është bërë në emër të sukseseve, të vazhdojnë më të tjesë sepse nuk janë gjëra individuale. Ti të luash për një fshat, kur veshat fanellën, niveli më i ulët i futbollit, apo ti nuk je vetja, ti përfaqëson fshatin dhe duhet të kesh kujdes si sillesh çfarë bën, se do thonë ai që s'njeh Fatonin, do thotë filan fshati. Mos flasim më për shtetin. Edhe janë bërë ca gjëra, uroj e ardhmja të jetë më e drejtur dhe Fatoni do jap kontribut në mënyra të tjera, në të tjera drejtime. Çka do të kishit veçuar gjatë kësaj komplet periudhe 13 vjeçare? E para është satisfaksionin që për herë të parë një shqiptar aty fillon. E fundit e lam në vend të parë në Nations League edhe me mundësi për të shkuar në botror. Hyn brenda, pjesëmarrje në kampionatin evropian me 3 vitin 2000. Shumë e veçantë pjesëmarrja në kampionatin evropian. Ajo Euro 2020, jo s'është e veçantë, ajo s'ti ta quaj fakultet apo magjistraturë. Lirisht nuk flas për veten, mos tingëlloj tash si mendje madhsi, por mund të mbaj ligjërata sa të duash nga ajo që kam mësuar, mbase gjërat që duhet edhe ti përsëris, sepse është tjetër nivel. Aziz, të marrësh pjesë në për
licencime, në për trajnime të UEFA-s, FIFA-s, thjesht e diçka, të hynë në punë edhe në qoftë se s'do të kontribuosh në sportin tënd, të hynë në punë ta organizosh edhe një mevlut në shtëpi, sepse gjithçka është e protokolluar dhe ne shpesh vihemi përpara pozicioneve ku do parkoj veturën drejtoni kur erdhi këtu. Do thënë organizim në çdo detaj. Pastaj përgatitja që të jep, përgatitja profesionale, koneksionet, nglidhjet që i zhvillon, sinqerisht tash nuk lavdrohem, por aq më ka dhënë dhe jam falendërues, në radh parë falendërues ndaj Zotit për gjithë këto mundësi, për aftësitë, për shëndetin dhe për mundësitë, por edhe gjithë ata që besuan te unë. Duke nisur nga Qenani Idrizi, pastaj Mohamed Sedini që u bë edhe shqiptari i parë në krye të federatës, unë jam shumë mirënjohës deri në fund. Aq njerëz ke takuar që kur luhet një ndeshje ndërkombëtare, një kampionat evropian, një finale, ti shef ata njerëzit, nuk është puna vetëm këto yjet futbollistët. Ti shef njerëz, arbitri, delegati për të drejta televizive dhe të gjithë i njeh ata. Është një pasuri që nuk është se e ke në xhep, por je ndryshe nga tjerët. Dhe unë këtë do e bart me shumë krenari me veten, i përrullur për çdo gabim që mund të kem bërë, për çdo lëshim dhe mbasi shpresoj t'ja kem dhënë hakun.